Do të zhvillojmë një bisedë me drejtorin e Let's Do It Kosova, Luan Hasana, i cili unë pamjen veç se e kam të ti, që është me Doreza, e mbrapa ti veç se shihen shumë vullnetarë që sot janë bashkuar për ta pastruar Badovcin, jo për herë të parë, por për të disatën herë, por me gjithatë liçeni Badovcit, liçenet e tjera dhe hapësirat publike vazhdojnë të jenë të ndotura. Luan, puna e mbarë. Faleminderit, përshëndetje. Për juve ka filluar mëngjesi herët? Thot shumë herët, jemi bërë gati që të vim në këtë hapësirë këtu dhe të ndrojmë këtë pamje të shëmtuar e cila po shoqëroni tash sa kohë. Luan, dhe mbrapa te e shof ka disa persona që të janë bashkuar dhe sigurisht që nuk janë pak përveç vullnetarëve, qytetarëve, ka dhe organizata, institucione publike që janë bashkangjitur këtij aksioni për ta pastruar Badovcin sot në ditën ndërkombëtare të liçeneve. Po, është i numëri i vullnetarëve që janë bashku, gjithashtu është ndërmarrja gjelbër nga kryeqytetit, cilët kanë ardhur me një pjesë të punëtorëve të tyre sot këtu. Mandej ka edhe përfaqësues të komunës, pra drejtori i shërbimeve publike së bashku me disa përfaqësues të ekipit të tij, është KFOR-i, por presim çdo moment që të na bashkohet edhe FSK-ja, si dhe një numër i vullnetarëve, pra jam jashtëzakonisht i lumtur që është bërë një numër i konsiderueshëm i vullnetarëve që do të angazhohen sot dhe në fund të këtij aksioni kjo pamje shëmtuar që po shihet prapa meje nuk do të jetë kështu, pra nuk do të ketë mbeturina më tutje dhe ajo çfarë na mbetet neve është që të kërkojmë prej institucioneve përgjegjëse që këto hapësira të ruhen, pra dhe normalisht të ju bëjë edhe thirrje shtetarëve që mos tudhin mbeturina sepse nuk e di deri kur më duhet që ne të angazhohemi për të bërë aksione për të pastruar në këto zona, pra mos harrojmë që sot jemi në Badovc, pra në një prej resurseve më të rëndësishme të vendit tonë, pra një vend i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin e qytetarëve, ku një pjesë e madhe e kryeqytetit, mirë po edhe vendeve këtu përreth, shfrytëzojnë këtë ujë për pije, për ushqim, andaj duke ndotur ne rrezikojmë shëndetin e gjithë secilit i cili jeton në këtë zonë. Pra liçeni i Badovcit nuk është vetëm vend për rekreacion, pra është një burim i ujit të pishëm. Absolutisht, pra, si që thatë dhe ju, kjo është një zonë e cila është me interes vital për vendin tonë. Pra, së pari është burim i ujit pijes për një pjesë të konsiderueshme të kryeqytetit, pra të Prishtinës, por edhe të zonës këtu të fshatrave përreth. Në anën tjetër është një vend i bukur, me cilin gjithë ne mburremi, është një vend i cili frekuentohet prej shumë njerëzve, andaj është detyrë gjithë secilit që ta ruajmë dhe të kujdesemi për këtë hapësirë, sepse është e jona funditës. Dhe pavarësisht nëse ne kemi apo jo institucione në nivel të detyrës, ne qytetarët, ne nuk guxojmë të sillemi me kaq pa përgjegjësi, pra nuk guxojmë të ndotemi këto liçene dhe gjithë natyrën në këtë formë. Pra ne jemi dëshmitar që Kosova është jashtëzakonisht e ndotur, pra jo vetëm Badovci, është Batllava, është secili lum i ndotur, është secila hapësirë publike, pra pjeshkët, parqet tona, pra janë pothuajse të mbushura me mbeturina. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm, nuk duhet të presim vetëm nga institucionet mbase edhe pse kanë përgjegjësi që të pastrojnë këto hapësira publike e që janë vitale si që është liçeni i Badovcit, por mos mendojmë që liçeni i Badovcit apo hapësirat publike janë kontinjer mbeturinash, por janë hapësira publike që i shërbejnë secilit qytetar